Profesor, ju ligjeroni shkencat e komunikimit, konkretisht lëndët, teoritë e komunikimit dhe semiotikën. Po. Bujar Hoxha i Universitetit çfarë mund t'i vinë ndihmë artit në shtëpi? I universitetit për fat të keq vetëm me punime akademike. Pse them kështu? Për shkak se për t'i ndihmu artit duhet ta kuptosh botën e tij. Punimet e mia shkencore janë rreth komunikimit dhe procesit të signifikimit, siç i themi ne, tek metakomunikimi që shprehin këto fëmijë. A do të thotë që shkencat e komunikimit dhe semiotika nuk janë mjaftueshme? Nuk ka një precizitet, një eksaktshmëri që të bartet një pjesë e mesazhit në anën tjetër të kanalit të komunikimit. Asnjëherë këtu nuk mund të jemi preciz. Edhe është edhe teorinë që kemi mësuar bashkë nga Peirce dhe Cronin, teoria e menaxhimit të kuptimit që pikërisht marrin shembull me autizmin. Do të thënë, sipas Peirce dhe Cronin, në situatat e mos mundësit së komunikimit face to face, njëri me tjetër, ndërpersonal, duhet ndërmjetësuesi. Ashtu siç i shohim sot edhe në suazat e komunikimit politik, për shembull, kur duhet një ndërmjetësues nëse dy palë janë në konflikt. Situata e ngjashme është me autizmin. Ai ndërmjetësues duhet të jetë psikiatri në këtë rast. Duhet të jetë defektologu ose logopedi, që të ndërmjetësojë komunikimin e mirë fillt mes prindit edhe fëmijës. Dhe ky rreth duhet të respektohet patjetër, sepse është problem multidimensional. Unë thash, për trajtimin e një fëmije me autizm duhet së paku 7 veta të ketë në ekip. Edhe këto kushte ne nuk i kemi në këtë shtet. Vetëm prindi është ai që e kupton drejt mesazhin e tij, sepse është 24/7 me fëmijën. Edhe tek rasti im, për shembull, ku bota akademike dhe artistike është ndarë me jetën personale, do me thënë ndonjëherë edhe kjo normalisht e paraqet një problem, sepse nuk je ti në gjendje çdo herë ti zgjedhësh të gjitha çështjet që ti parashtrohen para vetes. Te këta fëmijë pra kemi një autokomunikim, komunikim me vetveten dhe një metakomunikim, sidomos me teknologjinë që e përdorin ata shumë. Dhe mesazhi i tyre ngel aty në telefonin celular, ngel në televizor, ngel në filmat vizatimor, në sekuencat repetitive që i përsërisin ato kuadrot filmike të cilat ju pëlqejnë.